Loreta, përshëndetje. Të falenderoj që e pjesë e emisionit tonë sërish për të dhënë këshilla mjaft të mira për një kujdes estetik të këndshme për të dukur sa më bukur. Ne sot kemi vendosur të flasim për disa receta të cilat zonjat mund t'i përdorin në kushtet e shtëpisë, atëherë kur nuk ka mundësi, qoftë dhe atëherë kur nuk kanë kohë, po ju më mirë do të na shpjegoni më me detaje rreth asaj se çfarë do të procedojmë sot. Po, atëherë në vazhdimsi të emisioneve që kemi nisur të organizojmë, sot do flasim për disa të tjera receta me të gjitha produktet që fare mirë na gjenden në shtëpinë tonë, shumë kollaj në çdo familje. Mund t'i gjejmë fare mirë në kuzhinat e saj, anvisa mund t'i gjej fare lehtë ajo duke gatuar për familjen e saj, duke bërë ato lëvizjet e saj në kuzhinën e saj, ajo fare mirë në çdo hap të saj mund t'i gjej këto produkte mjaft të thjeshta dhe mjaft të lehta për t'u përgatitur. Një ndër produktit më i përdorshëm për këtë stin kaq të ftohtë që na shoqëron është edhe ai portokalli. Sot do flasim për disa cilësi mjaft të mira që ka fruti i portokallit, fare mirë dhe lehtë mund ta gjejmë si në treg dhe në shtëpinë tonë, nuk na mungon asnjëherë. Ka disa veti shumë të mira dhe ne fare mirë dhe lehtë mund të përgatisim disa receta, do t'i ndajmë edhe për të fokusuar më tepër tek tipet e lëkurave. Do të tregojmë për një lëkurë të ndryshme çfarë maske mund të përgatisim, për një lëkurë normale, si dhe për një lëkurë të thatë. Përpara se të hyjmë në përgatitjen e maskave për llojet e lëkurave, po përgatisim fillimisht atë hapin e parë për t'i kushtuar një kujdes lëkurës, skrabin ose pilingun që mund ta përgatisim fare kollaj në kushtet e një kuzhine. Atëre, po tregojmë për pilingun, si hapin e parë. Do marrim një lugë sheqer i zakonshëm me kokriza të holla. Një lugë ujë, ose në një rast tjetër mund të përdorim tonikun që përdorim për tonifikimin e lëkurës tonë, dhe 3-4 pika limoni. Marrim dhe me përzierjen tonë do bëjmë një piling të thjeshtë dhe të lehtë në lëkurë. Ja, mund ta demonstrojmë në lëkurën e dorës. Me lëvizje të lehta dhe rrethore do të vazhdojmë pilingun deri në atë moment sa kokrizat na jenë shkrirë nga lëvizjet që do të kryejmë. Vazhdojmë me përgatitjen e maskës për fytyrat me yndyrë. Atëherë, në një tas hedhim një lugë kafe miell misri, do hedhim një lugë argjil. Argjili është në formë pluri, fare mirë mund ta gjejmë në për dyqanet të cilat shesin produkte kozmetike. Do ta kërkojmë argjilin plur. Dhe vazhdojmë me shtrydhjen e një gjysmë portokalli. Mund të jenë alergjik këto produkte që ne sapo përdorim, mund të ketë efekte anësore? Pyetja është mjaft interesante, por do të themi që produktet në përgjithësi, produktet bimore nuk japin alergji, diçka mund të themi për luleshtrydhen dhe pjesën me domaten që diçka mund të japi një lloj iritimi në fytyrat, prandaj secili do ta shohë, do ta vëzhgoj veten e vet, nëse nuk që ka cimbime ose pickime të lehta në fytyrë, atëherë mund të reagojë dhe mund të mos i përdori. Kurse me studimet që janë bërë, vetëm luleshtrydhja dhe domatja mund të japin paksa alergji në disa tipe lëkurash. Vazhdojmë përzierjen derisa të na krijohet një masë mikse.
with a trip to a remote island, ease your mind. Oh, you look like a solitaire in the sunshine. I like her 'cause she's fun, she's fearless, she's a friend of mine. Kjo maskë është mjaft e mirë për lëkurat, siç thamë, me yndyrë dhe me problemin e akneve. Po ta shohim në përbërjen e tyre, argjili ka veti mjaft të mira dhe në studiot që ne bëjmë trajtimet e fytyrës, maskat e argjilit janë maskat që praktikohen për fytyrat me problemin e akneve. Koha e qëndrimit të këtyre maskave në fytyrë është një kohë prej 15 minutash. Pastaj, mbasi kalon koha e nevojshme, fytyra merret dhe shpëlahet me ujë të vakër. Vazhdojmë me përgatitjen e një maske për fytyrat normale. Këtu në këtë rast kemi përdorimin e produktit të jahurtit ose jogurt, mund të njihet në jetën e përditshme, është një produkt që fare mirë dhe është fare lehtë mund të gjendet nëpër supermarket. Hedhim një sasi prej një lugë gjelle në tasin tonë. Vazhdojmë me vendosjen e një lugë kafe të mjaltit. Po ta shohim, produktet janë sa të mira dhe të gjendshme në të gjitha shtëpitë tona, mjaft të lehta për të përdorur. Dhe do të vendosim disa pika portokall. Në këtë recetë që po ne përgatisim, mund të zvendësohet një produkt me një produkt tjetër në varësi të llojit të lëkurës? Po, atëre, një anvis ose një vajzë e cila do merret me trajtimet në fytyrën e saj, duke patur njohuri të, mund të themi, të përgjithshme dhe duke ditur cilësinë e këtyre lloj produkteve, ajo fare mirë mund të zvendësojë një produkt me diçka tjetër. Për shembull, në rastin ton mund ta përdorim në vend të portokallit mund të përdorim disa pika limoni, por nëse shohim që në periudhën e verës përdorimi i limonit do të ishte një paksa me veprimin e rrezeve të forta të diellit, asaj nxehtësisë të madhe të periudhës së verës, përdorimi i limonit duhet të ta largonim paksa nga përdorimi jon, sepse tham që në bashkëpunim me rrezet e diellit ai mund të na krijojë një rritje të aciditeti dhe aftësia e veprimit të aciditetit në lëkurën tonë. Pra ne duhet ta largojmë në periudhën e nxehtë të verës. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Atëherë, tani po përgatisim maskën e tretë që është për fytyrat e thata. Në këtë rast do na shërbej shumë vaji i ullirit, është një element që ka përbërës mjaft të mirë në lëkurën tonë, hidraton në thellësi lëkurën, i jep pasaj ushqyesit e duhur, ka veti aq të mira zbutëse, ushqyese dhe hidratuese për lëkurën tonë sa dhe në këtë rastin e maskës që do të përgatisim do të na ishte mjaft i nevojshëm. Atëherë, përsëri me një sasi jahurti prej një luke gjelle. Do përdornim dhe majan e birës në formë pluhuri. Do të vendosim një lugë kafe. Çfarë efekti mund të ketë maja e birës? Maja e birës është ka me shumicë në përbërjen e saj vitaminën B, e cila është një vitamin që do na shërbente mjaft mirë dhe do na ndihmonte në rigjenerimin e lëkurës tonë në këtë periudhë të ftohtë të dimrit. Lëkura jon ka
veti ose kemi dhe ndjejmë atë rjepjen e saj, tharjen e lëkurës tepërmi dhe mund të shohim në vende të ndryshme të trupit tonë, si të pjesa e duarve dhe në fytyrë mund ta ndjejmë atë heqjen si rjepje të lëkurës tonë. Mjaft mirë kjo majaja do të na ndihmonte mjaft mirë në eliminimin e këtij lloji fenomeni. Dhe do të vendosim vajin e udhërit. Me përzierjen tonë do të shtonim dhe disa pika portokalli. Ne tham që portokalli nuk do na mungonte në asnjë nga recetat e sotme, po ta shikon. Rita, mund të aplikojmë këtë maskë në pjesën e qafës? Meqense edhe aty kemi dhe femrat kanë probleme të shumta, rrudhat, moshat. Të bërë edhe pyetjen tipike për atëre. Në qoftë se ne këto receta që treguam sot do ta përdorim te pjesa e lëkurës, fytyrës, atëherë fare mirë ajo mund të vazhdonte dhe në trajtimin që mund t'i bënin pjesës së qafës dhe asaj të buzit. Janë mjaft, po t'i shohim, kanë veti mjaft zbuse, mjaft ushqyese dhe hidratuese për lëkurën tonë, kështu që fare mirë dhe pa merak mund ta përdorim edhe te pjesa e qafës dhe e buzit dhe sidomos edhe te pjesa e duarve që është mjaft shqetësuese për periudhën e dimrit. Mbasi kemi bërë përzierjen mirë të masës. Mund të mendoj që maskat bimore nuk do ishin shumë të volitura për përhapjen e tyre në pjesën e fytyrës, po ta shohim, ato përhapen mjaft mirë dhe qëndrojnë dukshëm në lëkurën tonë. Pra nuk është problematike, nëse ne përdorim satësitë e tyre e duhur në përbërjen e tyre, atëherë këto maska bëhen mjaft të qëndrueshme. Promise you kid, I'll give more than I get. Ke një kohë zgjatje të plot këto receta, do të thotë mund t'i mbajmë për një kohë të gjatë në kushtet kur i përdorim në shtëpi. Atëherë, siç e kështuam dhe në fillim, ishin disa nga produktet që ne na gjenden fare mirë dhe fare thjesht dhe shumë lehtësëm në shtëpinë tonë. Atëherë, ne treguam receta mjaft të thjeshta, përgatiteshin shumë shpejt. Nuk është e nevojshme që ne t'i lëmë këto për një kohë zgjatje mjaft të madhe. Këto përgatitesh në një mënyrë të thjeshtë, në sasia e tyre nuk ishte në përmasa mjaft të mëdha, mund të jenë, domethënë, rekomandohet përdorimi i tyre për atë moment në të cilat ato përgatiteshin. Mbasi e mbajmë për një periudhë kohe prej 15 minutash, maskat për të treja llojet e fytyrave që tham, mund t'i largojmë fare mirë me shpëlarje, me ujë të vakët. Mbas kësaj, fytyra ka marrë ato përbërësit, ato ushqyësit e tyre dhe do të filloj procesi i hidratimit të lëkurës, i cili vazhdon me përdorimin e kremit, i cili është i përcaktuar për fytyrën e gjithë secilit nga ne. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like Atëre, fare mirë mund të përgjigjeshim në këtë mënyrë. Vajzat dhe gratë mund të shfletonin, mund të lexonin libra të ndryshëm për përbërjen e këtyre recetave të cilat ne treguam sot. Fare mirë mund të pyesin dhe nënat dhe gjyshet e tyre për një aspekt tjetër të cilat ato mund të marrin një informacion mjaft të mirë dhe të freskët dhe bashkëkohor, ishte ndjekja e emisioneve tona, që ne vazhdimisht japim këshilla të ndryshme si për aspektin brenda në studio dhe në qendrat estetike, që është një trajtim që mund t'i bëjmë lëkurës më i thellë dhe më i ndërlikuar, kurse për kushtet e shtëpisë ato të vazhdojnë këtë lloj trajtimi dhe në kushtet e shtëpisë fare mirë mund ta ndihmonin edhe emisionet në të cilat ne në vazhdimsi po japim. Falenderoj shumë për gjitha këshillat që vëndet. Faleminderit nga ana jote.